dhe fjalimin drejtorit të shoqatës sonë, zotit Khalil Ansarian, të cilin e falenderojmë sepse bën një punë të palodhshme në mënyrë të përditshme nga mëngjesi deri në darkë për të arritur qëllimin për integrimin e të gjithë anëtarëve të shoqatës sonë. Tashmë do të ftojmë në podium avokatin e shoqatës Nexhat Albania, Ilir Mura, për fjalimin e tij. Faleminderit. Nderuar kryetari i konferencës. Të nderuar profesorës të institucioneve shtetërore. Të nderuar ekspertë të drejtat njeriu, profesorë organizatore ndërkombëtare, zonjë dhe zotërinj, miq dhe pjesëmarrës në këtë konferencë. Është një veçantë çfarë për mua sot në ditën botërore të mirëqenies sociale dhe mbrojtjes sociale, të flasë për një temë që prek thelbin e dinjitetit njerëzor, të drejtat e njeriut, mbrojtjen sociale dhe përgjegjësinë ligjore ndaj individëve në të cënuar të shoqërisë, veçanërisht refugjatëve dhe qytetarëve iranianë të larguar nga Anglela dhe Mekë, të cilëve për vite me radhë u janë mohuar të drejtat themelore. Kjo ditë nuk është thjesht një ditë simbolike të kombëtare. Ajo është një kujtesë kolektive se shoqërinë tonë madhen jo nga fuqia ekonomike apo politike, por nga mënyra se si trajtohen njerëzit në të pambrojtje. Koncepti i mbrojtjes sociale lindi nga nevoja historike për të garantuar që askush të mos mbetet jashtë sistemit të mbështetjes njerëzore. Pas luftës së dytë botërore, komuniteti ndërkombëtar kuptoi se fatdrejtësia sociale nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme. Mbrojtja sociale në vetvete përfshin sigurinë ekonomike minimale, aksesin në qëndrëtësi, të drejtën për dinjitet ligjor, mbrojtjen nga abuzimi dhe shfrytëzimi, integrimi social dhe juridik. Por mbi të gjitha, ajo profeson njohjen e vlerës së çdo individi si qenie njerëzore. Të drejtat e njeriut nuk janë privilegj i dhënë nga shteti. Ato janë të lindura me vetë ekzistencën njerëzore të garantuara nga konventet, kushtetutat e përkatësve të shteteve. Deklarata Universale e Drejtave të Njeriut vendos parimin se çdo person ka të drejtë për liri, çdo person ka të drejtë për mendim dhe zgjedhje. Askush nuk duhet i mashtrohet trajtimit njerëzor, askush nuk duhet të mbahet i izoluar nga familja apo shoqëria. Kur këto parime shkelen, nuk kemi thjesht një problem ligjor, kemi një krizë morale. Refugjatët profesojnë një nga grupet më të cënueshme në botë. Ligjet ndërkombëtare kërkojnë që shtetet të mos kthejnë individ në vendi ku rrezikohet jeta, të garantojnë dinjitetin ligjor, të sigurojnë akses në drejtësi, të mbrojnë integritetin fizik dhe psikologjik. Konventi i Gjenevës për refugjatët vendosin një standard të qartë. Mbrojtja e njeriut është mbi çdo interes politik. Megjithatë, sfida reale nuk është mungesa e ligjeve, por është zbatimi i tyre. Sot duhet të ndalem në një çështje konkrete njerëzore dhe juridike. Një numër qytetarësh iranian që janë larguar nga organizata Mekë kanë përjetuar izolim social, kufizim të rrisë personale, ndalim të kontakteve familjare, presion psikologjik, humbje të identitetit individual. Shumë prej tyre pas janë larguar janë gjendur në një situatë të vështirë, pa dokumente, pa mbështetje ekonomike, pa akses të plotë në sistemin ligjor dhe shpesh pas publik. Kjo situatë kërkon jo vetëm ndjeshmëri humane, por edhe zgjidhje juridike konkrete. Ligji ekziston për të mbrojtur individ nga abuzimi i pushtetit, qoftë ai shtetëror apo organizativ. Në rastin kur një organizat kufizon liritë personale, bindin disa pyetje thelbësore juridike. A është respektuar autonomia individuale? A ka pasur detyrim psikologjik?
A janë shkelur të drejtat familjare, a është cënuar liria e zgjedhjes. Nëse përgjigjet janë negative, atëherë kemi të bëjmë me shkelje serioze të standardeve ndërkombëtare të drejtave njerëzit. Largim nga një strukturë e mbyllur nuk është fundi i vështirësive. Shpesh është këndimi i tyre. Persona që reagohen përballen me trauma, me shumë trauma psikologjike, mungesë besimi social, vështirësi ekonomike, izolim kulturor. Prandaj mbrojtja sociale duhet të ushqijë rehabilitim psikologjik, ndihmë ligjore, arsimim dhe trajnim personal, mbështetje komunitare. Shoqëria nuk duhet vetëm të shpëtojë njerëzit nga padrejësia, ajo duhet të ndihmojë të rindërtojnë jetën e tyre. Shoqata në gjatë Albania ka marrë një rol të rëndësishëm humanitar dhe politik. Misioni i saj nuk është politik, ai është njerëzor. Shoqata synon mbrojtjen e drejtave themelore, ndihmën ligjore për individët në nevojë, krijimin e komunikimit familjar që është kryesore, integrimin social dhe profesional të tyre. Në praktik, kjo do thotë t'i kthesh një personi gjën më të rëndësishme, zërin e tij. Ligji duhet të evolojë për të mbrojtur individin jo vetëm nga dhuna fizike, por edhe nga kontrolli psikologjik dhe social. Institucionet shtetërore kanë 3 detyra kryesore: parandalimin e shkeljeve, mbrojtjen e viktimave, reintegrimin e individëve. Pakët do të rishtylla mbrojtjen që kanë vetëm në teori. Komuniteti ndërkombëtar duhet të kuptojë se mbrojtja e drejtave të njerëzit nuk është ndërhyrje, është detyrim moral dhe etik. Heqja përballë padrejtësisë nuk është neutralitet, është lejim i saj. Zonja dhe zotëri, çdo epokë gjykohet nga mënyra se si trajtohen njerëzit pa pushtet. Nëse duam një shoqëri të drejtë, duhet të fillojmë duke mbrojtur ata që nuk kanë zë. Sepse në fund mbrojtja sociale nuk është politik, ajo është komunizëm dhe veprim. Faleminderit.